27 shkurt 2026, shpërthimi kozmik që do ta ndryshojë jetën tënde përgjithmonë, evolucioni i shpirtit filloi. Përshëndetje, shpirtra të guximshëm që po dëgjoni këtë mesazh sot. Sot nuk jam këtu për të folur për ditë të zakonshme. Sot jam këtu për të folur për një ditë që qielli e ka shënuar me zjarr kozmik, 27 shkurt 2026. Kjo nuk është thjesht një datë në kalendar. Është një portë. Një shpërthim energjie që ka nisur që nga eklipsi diellor i 17 shkurtit dhe tani po arrin kulmin e tij si një valë gjigante që do të përmbys brigjet e vjetra të jetës sonë. Imagjinoni, universi ka mbledhur planetët si një ushtri të fshehtë. Marsi, luftëtari i zjarrt, po përplaset me Uranin, rebelin elektrik. Dielli po përqafohet me yjen veriore në Peshq, pikërisht aty ku shpirti ynë ka shkruar destinacionin e tij para se të lindnim. Dhe Merkuri, në prapavi, na fton të dëgjojmë jo me mendje, por me zemër. Kjo ditë nuk është krizë. Është zgjim. Nuk është fund, është rilindje. Dhe unë do t'ju çoj hap pas hapi nëpër 3 fushat kryesore që do të tronditen: paratë, marrëdhëniet dhe qëllimi yt i vërtetë. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Le të fillojmë. Pika 1. Lidhja me eklipsin, fillimi i zinxhirit kozmik. Gjithçka nisi më 17 shkurt me atë eklips diellor në ujore, një moment kur dielli u errësua për të na treguar diçka që kishim harruar, se ne nuk jemi robër të së vjetrës. Eklipsi ishte si një thirrje e heshtur: zgjohuni, ndryshimi po vjen. Dhe tani, më 27 shkurt, Marsi në ujor, planeti i veprimit, i guximit, tani ose kur, krijon një katror të ashpër me Uranin në Dem, planeti i tronditjeve të papritura, i lirisë absolute, i revolucionit. Ky katror nuk është rastësi. Ai aktivizon saktësisht energjinë e atij eklipsi. Është si të ndizet një fitil që ishte vendosur para 10 ditësh. Imagjinoni një mal të lashtë që ka qenë në heshtje për shekuj. Papritur, brenda saj ndizet një forcë vulkanike. Lëkundjet e para vinë si dridhje të lehta, pastaj shpërthen. Kështu ndihet ky aspekt, papritur, por i pashmangshëm. Është energjia që thotë, mjaft me pritje. Vepro tani, ose universi do ta bëj për ty, dhe mund të jetë më e dhimbshme. Kjo lidhje eklips Mars-Uran është si një valë kozmike që vjen për të larë themelet e vjetra. Mos u friksoni nga intensiteti, ai është këtu për të ju liruar. Pika 2. Ndryshimet financiare, shembja e kështjellave të rërës së ardhë. Le të flasim për paran, sepse kjo është një nga fushat ku ky shpërthim do të ndihet më fort. Nëse je në një punë që të mban peng vetëm për pagesë, nëse çdo ditë ndjen sikur shpirti yt po shitet për siguri financiare, ky është momenti kur ajo strukturë mund të tronditet. Urani në Dem, që sundon vlerat materiale, paratë, pronën, po sfidohet nga Marsi, dhe kjo mund të sjellë humbje të papritura, ndryshime pune, shpenzime të papritura, por edhe mundësi të reja që nuk i kishe parë kurrë. Imagjinoni veten si një zog që ka jetuar vite me radhë në një kafaz të ardhë. Kafazi është i bukur, i sigurt, por i vogël. Tani dera hapet papritur, jo sepse ti e hape, por sepse universi e hapi me forcë. Ti mund të kesh frikë nga era e lirë, nga humbja e sigurisë, por jashtë ka qiell të pafund. Kjo periudhë po të tregon, paraja nuk është qëllimi yt i vërtetë. Ajo është mjedh. Nëse je duke punuar vetëm për të mbijetuar, universi po të shtyn drejt diçkaje që përputhet me vlerat e tua të thella, krijimtari, pasion, ndikim tek të tjerët. Shembull. Ndoshta humbet një klient të madh, por brenda pak ditësh shfaqet një mundësi që të lejon të punosh me zemër. Ose ndoshta një borxh i vjetër zgjidhet papritur. Çfarë do të ndodh, mos e shih si humbje. Shikoje si pastrim. Universi po heq atë që nuk të shërben më për të hapur vend për bollëk të ri, të vërtetë. Pika 3. Marrëdhëniet dhe shoqëria, maskat bien, zemrat flasin. Tani vjen pjesa më e dhimbshme, por edhe më çliruese, marrëdhëniet. Ky katror Mars-Uran sjell shkëputje të papritura.
miq që ke pasur me vite, partner me të cilët ke luajtur rolin e dikujt tjetër për t'u përshtatur papritur, do të ndihesh sikur maska po digjet në fytyrën tënde. Nuk mund ta mbash më. Dhe as nuk do ta duash. Imagjinoni një fest maskarade që zgjat vite. Të gjithë kanë maska, ti ke veshur atë të mirës, të durueshmes, të përshtatshmes. Papritur dritat ndizen fort dhe maskat bien. Disa njerëz ikin të frikësuar. Të tjerët qëndrojnë aty, sepse ata të duan ty, jo maskën. Kjo periudhë po të detyron të jesh autentik. Nëse ke qenë duke u fshehur pas rolit të shokut të mirë ose partnerit ideal, universi po të thotë, mjaft. Dil jashtë. Trego kush je vërtet. Mund të humbasësh disa njerëz, por ata që mbeten do të jenë ata që duan shpirtin tënd, jo imazhin. Dhe ja një sekret, shkëputjet nuk janë dënim. Janë dhuratë. Ato krijojnë hapësirë për marrëdhënie të reja që përputhen me versionin tënd të vërtet, më të thella, më të sinqerta, më të lira, dhe kjo është më e rëndësishmja. Pika 4. Destini dhe intuita, drita e nyes veriore në Peshq. Në mes të gjithë këtij kaosi, dielli në Peshq përqafohet me nyjen veriore, pika karmike e fatit ton. Kjo ndodh rrallë, dhe kur ndodh, është si një projektor kozmik që ndriçon qëllimin tënd të vërtetë. Peshqit janë shenja e shpirtit, e intuitës, e ëndrave, e lidhjes me diçka më të madhe se ne. Kur dielli takohet me nyjen veriore këtu, universi po të thotë, kjo është rruga jote. Mos e injoro më. Dhe Merkuri retrograd në Peshq shton një dimension magjik, mos u mbështet vetëm te logjika. Dëgjoj intuitën. Ajo ndjenje e brendshme që të thotë, kjo nuk është për mua, ajo është e vërtetë. Ajo ëndër që të vjen natën, ajo është thirrje. Ky është ai momenti për të pyetur, çfarë do të bëja nëse nuk kisha frikë? Çfarë do të ndiqja nëse paraja nuk do të ishte problem? Përgjigjja që vjen nuk është mendore, është si një valë e ngrohtë që të mbështjell. Përfundim dhe këshilla. Pra, çfarë do të bësh më 27 shkurt dhe ditët pas saj? Mos rezisto. Ndryshimi po vjen si një lum i madh. Nëse lufton, do të fundosesh. Nëse noton me të, do të arrish në brigje të reja. Qëndro me këmbë në tokë. Ec, vrapo, yoga, vallëzo, lësho tensionin fizik, sepse mendja do të jetë në kaos. Lini të vjetrën të shkoj. Çdo gjë që prishet tani, po prishet për të bërë vend për diçka më të madhe, më të lirë, më të bukur. Ky nuk është fundi i botës tënde. Është fundi i një versioni të vjetër të saj dhe fillimi i një evolucioni të shpirtit. Ti nuk je duke humbur. Ti po fiton veten. Nëse ky mesazh të preku, lësho një like, ndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë dhe më thuaj në komente, çfarë ndjen se po ndryshon brenda teje tani? Faleminderit që ishe këtu me mua në këtë moment kozmik. Të dua dhe të bekoj. Shihemi në valën tjetër.